Trondit astrologjia e famshme. Këto 3 shenja do të diçka e pazakontë ka nisur të lëviz në prapasken. Astrologët po flasin me zë të ullët, si të friksuar se mos e përmendin shumë herët. Një ngjarje e rrallë, një kombinim energjish që ndodh një herë në vite, është duke prekur vetëm 3 shenja, dhe ajo që do të ndodh me to është aq e fuqishme, sa asnjë analizë, asnjë parashikim i zakonshëm nuk po guxon ta shpjegoj. Nëse je duke parë këtë video, nuk është rastësi. Çfarë pritet? Është e madhe. Shumë më e madhe se sa mendon. Virgjëresha. Tensioni që po e rrethon Virgjëreshën këto ditë nuk është i zakonshëm, është si një buton i padukshëm që universi po e shtyp ngadalë, duke i çuar emocionet, intuitën dhe përgjegjësitë drejt një pike ku gjithçka shpërthen në qartësi. Kjo shenjë ka duruar shumë, vonesa, gabimet të tjerëve, barë që nuk i takonte, njerëz që e nënvlerësuan dhe situata që e mbajtën peng mentalisht. Por tani, një energji e fortë toksore, e mbështetur nga një ndikim kozmik që zakonisht prek vetëm individet në momente kthese, është duke i çuar drejt një çlirimi të madh. Në ditët në vijim, ndodh një zhvendosje e brendshme, si një klik i papritur që e bën Virgjëreshën të mos pranojë më peshë që nuk është e saj. Gjërat që dikur e friksonin tani i duken të vogla. Personat që e shpërfillnin tani përballen me versionin e saj më të qartë, më të prerë dhe më të vendosur. Nuk është thjesht një ndryshim, është fillimi i një kontrolli të ri mbi fatin e vet dhe ai që e ka nënvlerësuar do e kuptojë shumë shpejt gabimin. Akrepi po hyn në një fazë ku asgjë nuk mbetet e fshehur më. Energjia e errët, misterioze dhe transformuese që gjithmonë e ka përcjell, tani po intensifikohet në një mënyrë të jashtëzakonshme. Universi është duke e shtyr drejt një zgjimi të fortë, një ndriçim i brendshëm që zbulon njerëzit e gabuar, situata toksike dhe manipulimet që e kanë mbajtur të lidhur në vend. Ky është momenti ku akrepi e sheh me sy të tretë, e ndjen me lëkurë dhe e kupton me shpirt atë që më herët vetëm dyshonte. Dhe kur kjo shenjë e ujit zgjohet, bëhet e paprekshme. Në ditët që po afrojnë, një moment i vetëm, një bisedë, një zbulim, një ndjesi e brendshme, do të shkaktojë një kthes të fortë. Mund të jetë një lajm, një vendim, një takim që ndryshon drejtimin e rrjedhës së emocioneve, punës ose financave. Akrepi nuk do të kërkojë më leje, nuk do të presë më. Do të veprojë. Dhe kur vepron, rruga hapet vetë, sepse është i destinuar të marrë atë që i është mohuar. Kjo është vetëm nisja e një transformimi që lë gjurmë. Demi. Për Demin, universi është duke lëvizur diçka që në pamje të parë duket e heshtur, por në thelb është e fuqishme. Demi është mësuar të ndërtojë ngadalë, me durim dhe stabilitet. Por tani energjia kozmike po i ndryshon ritmin, nuk e shtyn më të ecë ngadalë, por e tërheq drejt një situate ku duhet të zgjohet, të ngrihet dhe të marrë atë që i takon. Ditët që vijnë sjellin një thirrje të brendshme, një shqetësim të ëmbël, një shtytje që nuk mund ta injorojë më. Një mundësi që ka qenë përpara syve, por nuk e ka parë. Një derë që ka qenë gjysmë e hapur, por nuk ka pasur guxim ta shtyjë. Një person që ka dashur të afrohet, por Demi nuk e ka lënë. Tani universi nuk pyet më, po i vendos përpara një energji të re, e cila ka të bëjë me forcë, vlerësim dhe rikthim të pushtetit personal. Një surprizë financiare, një vendim pune, një përparim i papritur, të gjitha këto po vijnë në një linjë të drejtë. Demi do ta kuptojë shumë shpejt. Ajo që mendonte se nuk do të ndryshonte kur ndryshon papritur. Dhe ndryshon në favorin e tij. Nëse ndjeve një ndjesi të çuditshme gjatë kësaj videoje, nuk është rastësi. Universi po të tërheq drejt mesazheve që duhen dëgjuar sot. Shkruaj poshtë. Jam gati. Bëj like, subscribe dhe shpërndaje videon që mesazhi të arrijë aty ku duhet. Energjia sapo ka nisur. Pjesa më e fortë vjen tani.